këtë 10 vite jetë, çfarë emri do t'i vinit jetës tuaj? E ka vetë emrin jetë, po brenda saj, pastaj hapen shumë linja, mënyra se si është jetuar, çfarë është bërë, çfarë është arritur, çfarë është humbur, çfarë mbetet në pendes, dhe ka në gjë që më bën krenar. Ka shumë gjëra që t'ju bëjnë krenar dhe shumë gjëra që ju kanë mbetur peng në jetën tuaj pa bërë? Po, fakti është që pjesa më vitale e jetës ka qenë në një sistem që nuk kam qef të bëj temë, por që nuk arrita do të shpërfaqet atë çfarë kisha nga brenda. Mëtej pastaj në gjendjen e profesionit nuk arrita të bëj atë që duaj, sepse ky profesion është i lidhur shumë me moshën, të jep shumë gjëra, po të merr kryesorën, të merr rinin. Si përgjigjet trupi juaj atij ngacmimit të brendshëm? Sepse besoj se kur dëgjoni një muzikë të bukur, gjithmonë ju vjen ajo dëshira për ta kërcyer atë muzikën e bukur. Kërcimi i fundit ka qenë tangoja me bashkëshorten tuaj, apo jo? Në ditën tuaj të lindjes. Po, ishte një çast emocional, ishte një çast që thoshte shumë, sepse vinte nga brenda, vinte me shumë sinqeritet, me shumë ndjeshmëri dhe me shumë histori brenda. Po them sepse kemi nisur jetën me flok dhe po e mbyllim të zbardhur. Po shumë thinja, shumë mençuri, shumë fisnikëri, shumë sakrifica, shumë dije. Si të doni që t'ju thrasi njerëzit sot? Llaqi Nako, mjeshtri i madh, artist i madh apo njeriu i madh? Ja. Janë nuk qëndrojmë, gjykoj unë, sepse madhështia e njeriut qëndron ke thjeshtësia e tij. Nëse njeriu është i thjeshtë, është modest, nëse ta quajmë madhështi këtë përmas, njeriu ta ruaj brenda vetes së vet, atëherë edhe mundet për shkak që ta mbaj kokën drejt, të ketë kurajë të shikoj të tjerët në sy, as mos ta kthej kokën majtas, as djathtas, as ta ul, as ta ngrej më lart, po ta shikoj drejt për drejt. Edhe kur merr si raport të njëjtën shikim, ndjehesh shumë mirë, merr jetë. Për një artist, profesor Nako, dhëmb më shumë lodhja, sakrifica e gjithë viteve në karrierën tuaj, ajo gjakosja e këmbëve, ajo dëshira, ambicia, këmbgulja për dhënë maksimumin, për përfaqësuar veten në Shqipërinë, se të flasim më pas për gjithçka që ju keni sjell, aq sa do mundemi përmes kohës. Vlen ose lëndon më shumë pikërisht kjo sakrificë, kjo lodhje apo haresa? Di që nga intervistat që ju keni dhënë, e keni shprehur një lloj pak kënaqësie nga institucionet, të cilët nuk ju kanë vlerësuar aq sa duhet për gjitha meritat që ju keni. Shikoj, në thelb njeriu kur vjen në jetë dhe merr një drejtim, merr një rrugë, në thelb bën detyrën. Bën detyrën ndaj vetes, ndaj familjes, ndaj shoqërisë, ndaj gjithçka që e rrethon. Njeriu s'ka pse të ndryhemi ta themi, në brendësi është egoist dhe pretendon mbase me drejt, mbase pa të drejt, që të ketë vëmendje më shumë nga gjithçka e rrethon atë për punën që ai ka bërë. Jo pa qëllim, thashë, në fund kam bërë detyrën për shumë gjëra, ose më saktë, për të rritur modestinë, për disa gjëra, gjykoj që kam bërë të tillë gjëra në fushën e artit që më bëjnë të ndjehem mirë për veten time, sepse produkti punës time është duar të fitur mirëpritur nga publiku. Ka emra, padyshim që nuk do t'i
zënë në gojë këtu, që sot janë dominant në skenët, jo në skenën e teatrit operës, jo, por edhe më gjërë në disa skena të Europës dhe më tej. Kjo më bën të ndjej mirë, si kundërse më bën të ndjej mirë dhe në telefonat, në një SMS që më kujtojnë brezat e tërë që ju sikur se keni nuk më nxjerrë. vjen mirë nga ana tjetër, por që prapë, duke medituar brenda për brenda vetes time, them që po pretendon më shumë nga se. Pse? Sepse jeta ka të tillë dinamik që s'ta kanë ngjen në thonjza. Absolutisht është detyrë ta kenë ngjen në fakt, profesor, institucionet për t'ju gjykoj dhënë jo, meritën që ju meritoni për kontributin që keni dhënë. Dhe ndoshta kjo duhet të jetë një thirrje për të gjitha institucionet për t'ju vlerësuar për gjithçka që ju keni dhënë për artin, për baletin. Kështu që nuk është për të qenë modest në këtë pikë. Kushdo që dëgjon këtë bisedë, patjetër që do doja ta merrte në konsiderat. Ju me çfarë pensioni jetoni sot? Më hap një temë që Po më duhet dhemb. folur. Më dhemb. Më dhemb. Me gjithë këto shtesat, thrimet, që i mbledhin bashkë, i lagështojnë, po e them shumë me gjuhë metaforike, edhe bëjnë një lloj tul buke. Nga 270 ka shkuar 290. E tmerrshme. Nga të cilat 90 bëjnë ilaçet. E tmerrshme. Përsëri, fëmijët janë ata që kujdesen për këta prindër që do si do kanë dhënë jetën e tyre në fundit. Na kanë përfaqësuar dhe na kanë ngritur nivelin e artit në nivelet më të larta, me dinjitetin më të madh. Dhe ja ku është modestia me të cilën ju karakterizon një mendje ndritur siç jeni ju. Më vjen shumë keq, profesor. Për gjithçka, për shumë artistë që kanë mbetur në hije të pavlerësuar, është një lloj revolte. Lejo të tregoj një episod që më ngacmove, më ndjes që po të flasë në njëjës, po të drejtojmë në njëjës. Po, jam ndjerë, se drejtë e mori, po thëmë, duke qenë në artë, duke marrë me artin, duke marrë me librin, në thelb mersh, me ndjeshmërinë e brendshme, me qartësinë e mendjes. Dhe njeriu ka nevojë që ta ushqejë këtë shpirt me këtë ndjesi. Kam qenë në një rast që hyn tek unë, hyn megjithëse spontan për atë që ma krijoi rastin. Për mua ka mbetur një dritë e brendshme, mirënjohje, sepse u bë një koncert recital në teatrin e operës, vite e vite më parë. Një ish në zonës që bëri karrierë dhe vazhdon edhe sot kësaj dite karrierën në Amerikë. Bëri një recital në teatrin e operës dhe pata një ftesë edhe shkova me një kolegun tim, i thash je i lirë, po dhe jam, bashkojmë thash kështu. Po pa tjetër me kënaqësi shku. Filloi çfaqja dhe vetë personi e moderonte çfaqjen. Dhe në një moment, pasi mbaroi një duet, mori fjalën dhe tha që më vjen mirë, tha, që sot në këtë sallë, tha, shoh një person që ka pasur një rol decisiv në jetën time. E tjera, dhe ky tha është Llaqenako. Them drejt një mbushit me lot, pse? Sepse unë ngrita në këmbë, që e përshëndeta dhe gjithë salla dortorkiste. Më mbush zemra, më bë kur thot po dhe më bë zemra mal. Për këtë ka nevojë artisti. Absolutisht. Kjo është mbushja ushqimi i shpirtit, se për ato lufton, për ato punon, për ato publik, për ato duartukitje, për ato mirënjohje.